Në regjistrin e transparencës për muajin prill, SPA ka shënuar se një ministër është nën hetim aktualisht. Në lidhje me emrin u pyet këtë të premte kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani, i cili nuk preferoi të japë përgjigje, edhe pse më solë se bëhet fjalë për Arben Ahmetaj, i cili po hetohet për kohën kur ka qenë ministër. Ministri që është në hetim. Nën hetim. Për çfarë akuzë? Përgjigje nuk dha as inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, i cili u pyet në lidhje me akuzat që kreu i qeverisë Edi Rama i bëri institucionit të tij një ditë më parë. Mbi akuzat e kryeministrit se KD-ja nuk reagon dhe drejtësia flet gjumë. Përpara kamerave heshti edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. E vetmja që foli përpara mediave ishte kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, e cila komentoi deklaratat e kryeministrit Edi Rama dhe kreut të opozitës Sali Berisha në drejtim të drejtësisë. Vendimet tona janë të zbatueshme. Ka vendime të caktuara të cilat politika besoj merr koston e vet nëse nuk i zbaton. Kur flasim për pushtete të tjera. E rëndësishme është që gjykata funksionon, gjykata doli dje, duke kthyer pyetjes tuaj, me një pronësim sepse detyra jonë është të garantojmë publikun që gjykata funksionon e pavarur e pa anshme. Krerët e sistemit të drejtësisë u mblodhën në një tryezë të rrumbullakët mbi strategjinë ndërsektoriale të drejtësisë 2024-2030, me temën arritjet dhe sfidat e zbatimit të saj në kontekstin e integrimit evropian.